Dashi. Sot, energjia pozitive do të reflektohet në çdo hap që ndërme. Në dashuri, është koha për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur të fshehura. Partneri yt do të vlerësojë sinqeritetin. Nëse je i vetëm, një takim interesant mund të ndodhë kur më pak e pret. Në punë, ndjehesh i motivuar dhe i gatshëm për sfida të reja. Mos hezito të shprehësh idetë inovative që ke, pasi ato do të gjejnë mbështetje. Financat mbahen të qëndrueshme, por është mirë të mendosh 2 herë para se të investosh në diçka të re. Kujdesu për mirëqenien tënde emocionale. Një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të rigjesh qetësinë e brendshme. Sot, besimi në vete është çelësi i suksesit. Demi. Dita e sotme sjell qetësi dhe stabilitet. Në marrëdhëniet personale është koha e duhur për të shprehur ndjenjat me sinqeritet. Një bisedë e hapur mund të forcojë lidhjet me partnerin, duke sjellë harmoni dhe mirëkuptim. Në punë, përkushtimi juaj i plotë do të vlerësohet. Mund të merrni një lajm të mirë që do t'ju jap shtysë për projekte të reja. Financat tuaja janë në një gjendje të mirë, por është e rëndësishme të menaxhoni shpenzimet me kujdes për të shmangur surpriza të padëshiruara në të ardhmen. Në aspektin emocional, ndjeni të mbushur me energji pozitive. Një shëtitje në natyrë mund të freskojë mendimet dhe t'ju ndihmojë të gjeni paqen e brendshme. Mos harroni të shijoni momentet e vogla që sjellin lumturi. Binjakët. Sot mund të ndjeni si një flutur që kërkon lule të reja për të fluturuar, dhe kjo është dita perfekte për të eksploruar horizonte të reja. Në dashuri, një takim i papritur mund t'ju ndriçojë zemrën dhe t'ju kujtojë se momentet e vogla krijojnë lidhjet më të mëdha. Në punë, mbani mend të jeni të kthjellët. Një detyrë e re mund të kërkojë vëmendjen tuaj speciale. Është koha e duhur për të shfrytëzuar aftësitë tuaja komunikuese dhe për të bërë një përshtypje të zgjatur. Financat kërkojnë pak kujdes, kështu që shmangni shpenzimet e kota dhe fokusohuni në atë që vërtet ka vlerë. Ndjenjat e përgjithshme do të jenë të ngrohta, plot shpresë dhe besim për të ardhmen që po vjen. Gëzoni momentet. Daforia. Sot ndjeni më të ndjeshëm dhe të lidhur emocionalisht me njerëzit përreth. Është një ditë e mrekullueshme për të forcuar marrëdhëniet me ata që doni. Në dashuri, mos keni frikë të jeni të hapur dhe tregoni ndjenjat tuaja. Partneri do t'ju kuptojë më shumë se kurrë. Në punë, dita mund të sjellë sfida, por durimi dhe qëndrueshmëria juaj do t'ju ndihmojnë të kapërceni çdo vështirësi. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për momentin. Kujdesuni për veten dhe kushtojuni kohë relaksimin. Një ecje në natyrë do t'ju ndihmojë të çliroheni nga stresi dhe të rifitoni energjinë. Sot, lejoni vetes të ndjeni magjinë e çasteve të vogla dhe të gjeni lumturinë në thjeshtësi. Luani. Në këtë ditë të veçantë, energjia rreth teje shkëlqen me një drip të veçantë. Ndjenjat të ngrohta do të mbushin zemrën ndërsa ndan momente të veçanta me të dashurit. Marrëdhëniet personale kërkojnë vëmendje dhe kujdes. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi të reja. Në punë, qetësia dhe vendosmëria do të jenë aleatët e tu më të mirë, mos i nënvlerëso fuqitë e tua krijuese. Financiarisht, është momenti të tregohesh i kujdesshëm në shpenzime, duke planifikuar për të ardhmen. Sot, një zë i brendshëm i mençur të fton të dëgjosh me kujdes instinktet. Lejo emocionet të rrjedhin natyrshëm dhe do të gjesh atë paqen e brendshme që të udhëheq drejt një dite plot kuptim dhe dashuri. Virgjëresha. Sot është koha për të parë botën me një sy më të butë dhe kuptues. Marrëdhëniet personale do të kenë nevojë për një dozë tolerance dhe vëmendje. Nëse ka pasur tensione të vogla, është momenti i duhur për të sqaruar keqkuptimet me një bisedë të ngrohtë. Në punë, fokusohuni në detajet që shpesh kanë mbetur në hije, pasi mund të zbulojnë mundësi të reja. Financat janë në përmirësim të lehtë, por kujdes në shpenzimet e tepërta për festat. Ndiqni zemrën, por mbani edhe një sy tek buxheti. Energji pozitive do t'ju shoqërojë dhe ndoshta një surprizë e vogël do të ndriçojë mbrëmjen tuaj. Lejoni veten të shijoni momentet e thjeshta dhe të mrekullueshme që ju rrethojnë. Dëshorja. Në këtë ditë festive, harmonia dhe paqja janë në zemrën tuaj. Marrëdhëniet me të dashurit do të përjetojnë momente të veçanta, ndaj planifikoni një mbrëmje të ngrohtë mes afërsisë dhe dashurisë. Në punë, është koha të bëni një hap pas dhe të reflektuar mbi arritjet tuaja. Tregohuni të duruar me kolegët, pasi qetësia e shpirtit tuaj mund të frymëzojë edhe të tjerët. Financat duken premtuese, por mos harroni të jeni të mençur në shpenzime, duke u fokusuar më shumë në përvojën se në materializëm. Mendoni për të ardhmen me optimizëm dhe shijoni çastet që ju afrojnë me të dashurit tuaj. Gjithashtu, kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke u relaksuar dhe duke ndjekur gjurmët e një dite plot ngrohtësi dhe dashuri. Akrepi.
Sot, horizontet e reja emocionuese hapen për ty në dashuri, ndjenja e afërsisë dhe mirëkuptimit është më e fortë se kurrë. Një bisedë e hapur me partnerin mund të ndihmojë në zgjidhjen e ndonjë keqkuptimi të vogël. Në punë është koha për të treguar aftësitë tua dhe për të marrë iniciativë në projekte të reja që të frymëzojnë. Mos e lejo frikën të pengojë, sepse je i gatshëm për sfida të reja. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesi për veten është i rëndësishëm, ndoshta një moment meditimi ose reflektimi mund të rigjenerojë energjitë. Lëre zemrën të fluturojë dhe ndjej gëzimin e vogël që momentet e përditshme mund të sjellin. Harmonia të ndjet kudo që shkon. Shigjetari. Dita do të nisë me ndjesinë e rilindjes së brendshme, duke ju ftuar të përqafoni gjithçka që është e re. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë më shumë afrim dhe mirëkuptim. Nëse jeni beqar, një mik i vjetër mund të sjellë një surprizë të këndshme. Në aspektin profesional, është koha të mos hezitoni më dhe t'i hidhni syt drejt një mundësie të re. Financat duken të qëndrueshme, por këshillohet që të mos bëni shpenzime të panevojshme. Sot, përkushtoni pak kohë për të medituar dhe për të reflektuar mbi qëllimet tuaja afatgjata. Një ecje në natyrë mund të ndihmojë për të qartësuar mendimet dhe për të ushqyer shpirtin tuaj me qetësi dhe harmoni. Britsjapi. Kjo ditë sjell energji të reja që të frymëzojnë të mendosh për të ardhmen. Një mesazh i papritur nga dikush i afërt mund të ngrohë zemrën dhe të kujtojë rëndësinë e lidhjeve të forta. Në punë, përpiqu të mos nxitosh në vendime, merr kohën e duhur për të analizuar situatat. Nëse ke planifikuar ndonjë investim, është më mirë që sot të mos ndërmarrësh hapa të mëdhenj. Në dashuri, një bisedë e thjeshtë mund të sjellë mirëkuptim të ri mes teje dhe partnerit. Jepu mundësi të tjerëve të shprehin ndjenjat e tyre. Ndërsa dita përfundon, gjeje kohën për të reflektuar mbi gjërat që të sjellin lumturi. Një çaj i ngrohtë mund të jetë shoqëruesi i përsosur për këtë moment qetësie. Ujori. Sot hap zemrën për të dëgjuar atë që zemra ka për të thënë. Nëse jeta personale ka pasur turbulenca, sot është dita e duhur për të kërkuar harmoni dhe mirëkuptim. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrim emocional. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet në horizont, kërkon vetëm vëmendje dhe gatishmëri për ta kapur. Financat janë të qëndrueshme, por është e këshillueshme të shmangësh shpenzimet e tepërta dhe të fokusohesh në kursime për të ardhmen. Ndihesh i frymëzuar për të rifilluar ose përfunduar projekte të lëna pas dore. Mund të ndjesh nevojën për një moment reflektimi ose meditim në fund të ditës, duke të sjellë paqen e brendshme që kërkon. Peshqit. Ka shumë mundësi që sot të ndihesh më i hapur ndaj botës përreth teje. Në dashuri, është një ditë ideale për të treguar ndjenjat që ke mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Një bisedë e sinqertë me partnerin ose një mik të ngushtë mund të sjellë qartësi dhe harmoni. Në punë, përpiqu të fokusohesh në projektet ku ke treguar pasion. Kolegu që të ka mbështetur do të jetë pranë për të ofruar ndihmë, prandaj mos hezito të kërkosh mbështetje. Financat kërkojnë pak vëmendje shtesë, planifikimi për të ardhmen është çelësi i suksesit. Në fund të ditës, një ecje e shkurtër ose meditimi mund të qetësojë mendjen dhe shpirtin, duke të dhënë paqe dhe frymëzim për ditët në vijim.